Mirë se vini, sot do të zbulojmë bashk 12 ritet e jashtëzakonshme të haxhit hap pas hapi. Këtë rrugëtim do ta ndajmë në 4 faza kyçe: mbërritja, bërthama, sakrifica dhe në fund lamtumira. Udhërrëfyesi i plot përban 12 hapa. Është fiks si një hartë e marrë dhe komplekse, ndaj le ta zbërthejmë. Gjithçka nis me përgatitjen shpirtërore. Këtu ndodhin edhe përshëndetjet e para me vendet e shenjta në Mekë. Hapi i parë është ihrami, është një gjendje e pastër qëllimi ku vishen rroba të veçanta, krejtësisht të paqepura. Më pas vjen tavafi i mbërritjes. Bëhet fjalë për rrotullimin e rreth Kjabes duke nisur fiks tek gurizi. Vini re diçka? Numri 7 përsëritet. 7 rrotullime të tavafit, pastaj 7 kalime mes kodrave Safa dhe Merve. Tani kalojmë te faza e dytë, kulmi i pelegrinazhit. Vëmendja zhvendoset në lokacione specifike jashtë qytetit të Mekës. Në datën 8, turma niset drejt Minës, ndërsa dita e 9 rezervohet për qëndrimin jashtëzakonisht kritik në Arafat. Pse është kaq i rëndësishëm? Qëndrimi në Arafat nga mesdita deri në perëndim është fjalë për fjalë shtylla kryesore. Sapo perëndon dielli, të gjithë shkojnë në Muzdelife për të lutur dhe për të mbledhur guralec për të nesërmen. Mëngjesi i datës së 10 vjen me një energji tjetër. Është një seri shumë dinamike veprimesh, thellësisht fizike. Pikërisht në këtë ditë hidhen 7 guralec drejt shtyllës më të madhe dhe më pas kryhet kurbani, pra sakrifica. Hapi i 9 është prerja e flokëve. Burrat mund t'i ruajnë plotësisht, kurse gratë presin vetëm majat e tyre. Jemi në fazën finale. Këtu përmbushen shtyllat e mbetura dhe jepet lamtumira e fundit, tepër prekse nga qyteti. Në datat 11, 12 dhe 13 kryhet rituali treditori i xhemrateve. Është një moment vërtet i veçantë komunitar. Çfarë ndodh saktësisht? Hidhen nga 7 guralec në secilon prej 3 shtyllave, të voglon, të mesmen dhe të madhen. Para largimit përfundimtar, çdo person kryen tawafin e lamtumirës. Dhe po, e gjedhet sërish me 7 rrotullime. Gjatë gjithë kësaj kohe, rregullat janë të qarta. Kërkohet durim maksimal, pastërti, bashkëpunim dhe patjetër lutje të pafundme. Tani mendojeni pak, si arrin ky udhëtim kaq fizik të transformojë tërësisht shpirtin e miliona njerëzve çdo vit?